Gjykata e posaçme ka vendosur të urdhërojë prokurorinë e posaçme të regjistrojë procedim penal ndaj deputetes Olta Gjaçka dhe bashkëshortit të saj Artan Gaçi. Ata akuzohen për shpërdorim detyre, pastrim parash dhe falsifikim dokumentash në lidhje me çështjen e pronave në himar. Vendimi erdhi pas ankimimit të eurodeputetit Alfred Beleri, i cili më herët kishte dorëzuar një kallëzim në SPAK, duke pretenduar se çifti kishte përfituar në mënyrë të paligjshme një sipërfaqe të konsiderueshme toke në himar. Fillimisht prokuroria kishte vendosur të mos hapte çështjen ndaj Gjaçkës dhe Gaçit me argumentin se nuk kishin gjetur prova të mjaftueshme për ndjekje penale. Megjithatë, Beleri e kundërshtoi këtë vendim, duke kërkuar në gjykatë rihapjen e hetimeve. Në qendër të çështjes qëndron një pronë rreth 10.000 metra katror në një fshat të Himarës, e cila u përfshi në skemën e investitorëve strategjik. Kjo pronë, e bler nga Artan Gaçi, përfitoi këtë status nga Këshilli i Ministrave, ku në atë periudhë Olta Gjaçka ushtronte funksionin e ministres së mbrojtjes. Sipas gjykatës së posaçme, ajo nuk e ka deklaruar konfliktin e interesit, duke krijuar kështu kushtet për përfitime të paligjshme nëpërmjet regjimit martesor. Gjykata thekson se Gjaçka ka përfituar të drejta pasurore në një pronë të cilën janë ngritur dyshime për falsifikim dokumentash dhe që sipas ligjit për investitorët strategjik nuk do të duhej të përfshihej në këtë skemë. Përmes këtij investimi, ajo dhe bashkëshorti i saj kanë siguruar të drejtën e përdorimit falas të pasurive shtetërore, çka përbën një shkelje të ligjit për konfliktin e interesit. Pas vendimit të gjykatës së posaçme, SPAK është tashmë i detyruar të regjistrojë procedimin penal dhe të nisë hetimet për rastin. Pritet që në vijim të kryen veprime hetimore për të zbardhur rrethanat e përfitimit të kësaj prone dhe për të përcaktuar nëse ka pasur shkelje të ligjit nga ish-ministrja dhe bashkëshorti i saj. Çështja e pronave në himar ka qenë një prej temave më të debatueshme në arenën politike dhe ligjore në Shqipëri, duke ngritur shqetësime për mënyrën e trajtimit të investimeve strategjike dhe përfshirjen e zyrtarëve të lartë në vendime që mund të jenë në kundërshtim me interesin publik.